Qeveria shqiptare po përgatit një mekanizëm të ri për të luftuar evazionin fiskal në ekonominë digjitale, duke detyruar platformat online që operojnë në Shqipëri ose që gjenerojnë të ardhura për rezidentët shqiptar të raportojnë automatikisht të dhënat mbi fitimet të përdoruesve të tyre. Nisma është parashikuar në projekt ligjin e hartuar nga Ministria e Financave për shkëmbimin automatik të informacionit nga operatorët e platformave digjitale, i cili synon të rrisë transparencën dhe të sigurojë deklarimin e plotë të ardhurave. Aktualisht, mijëra apartamente, vila, bujtina dhe dhoma private jepen me qira përmes platformave si Booking, Airbnb dhe platformave të tjera të ngjashme, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre pronave janë në pronësi të individëve dhe sipas autoriteteve të ardhurat e përfituara prej tyre shpesh nuk deklarohen plotësisht pranë administratës tatimore. E njëjta situatë vëret edhe në aktivitetet të tjera të ekonomisë digjitale, si dhënia me qira automjeteve, ofrimi i shërbimeve apo shitja e mallrave përmes platformave online. Për shkak të mungesës së informacionit të detajuar mbi transaksionet, administrata tatimore e ka të vështirë të verifikojë të ardhurat reale të individëve dhe subjekteve, duke krijuar hapësira për shmangjen e detyrimeve tatimore dhe rritje të informalitetit. Në realizacionin shoqërues të projektligjit, Ministria e Financave thekson se zhvillimi i shpejtë i ekonomisë digjitale ka krijuar sfida të reja për administratën tatimore. Shtimi i përdorimit të platformave online për shitjen e mallrave dhe ofrimit të shërbimeve ka vështirësuar identifikimin dhe monitorimin e të ardhurave të realizuara nga individët dhe bizneset. Mungesa e informacionit të standardizuar krijon mundësi për mos deklarim të ardhurave dhe shmangjen e detyrimeve tatimore, thuhet në relacion. Projektligji parashikon që operatorët e platformave digjitale të kenë detyrim ligjor të mbledhin, verifikojnë dhe raportojnë çdo vit pranë administratës tatimore shqiptare të dhënat mbi përdoruesit që realizojnë të ardhurat përmes tyre. Raportimi do të përfshijë informacionin mbi identitetin e shitësit ose ofruesit të shërbimit, si dhe vlerën e të ardhurave të realizuara gjatë vitit kalendarik. Praktikisht, nëse një individ jep me qira apartamentin e tij përmes Booking, Airbnb apo një platformë tjetër, operatori i platformës do të raportojë mbi administratën tatimore shumën e të ardhurave që ai ka përfituar gjatë vitit. Kjo do të mundsojë autoriteteve tatimore të krahasojnë të ardhurat e raportuara nga platformat me deklarimet e vet tatim paguesve. Sipas projektligjit, platforma do të ketë detyrimin që raportin ta dorëzojë çdo vit deri më 31 janar për të ardhurat e realizuara gjatë vitit pararendës. Një tjetër element i rëndësishëm i nismës është bashkëpunimi ndërkombëtar. Administrata tatimore shqiptare do të shkëmbejë automatikisht informacion me administratën tatimore të vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë se edhe në rastet kur një qytetar shqiptar përdor një platformë të regjistruar jashtë vendit, autoritetet shqiptare do të marrin informacion mbi të ardhurat e realizuara përmes sistemit të shkëmbimit elektronik të dhënave. Në të njëjtën mënyrë, edhe Shqipëria do të përcjell vendeve partnere informacionin për shtetasit e tyre që realizojnë të ardhurat nga platforma digjitale në territorin shqiptar, duke rritur transparencën dhe kontrollin mbi aktivitetin ekonomik ndërkufitar. Megjithatë, zbatimi i këtij mekanizmi nuk do të jetë i menjëhershëm. Sipas draftit, ligji pritet të hyjë në fuqi në 1 janar 2029, ndërsa periudha e parë raportuese do të jetë viti 2029. Raportimet e para nga operatorët e platformave digjitale do të dorëzohen pranë administratës tatimore gjatë vitit 2030. Me këtë nisëm, qeveria synon të ulë nivelin e evazionit fiskal në ekonominë digjitale, të rrisë formalizimin e aktivitetit ekonomik dhe të sigurojë që të gjithë personat që gjenerojnë të ardhurat përmes platformave online të kontribuojnë në mënyrë barabartë përmes pagesës së detyrimeve tatimore.